Në një deklaratë zyrtare për mediat, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, bëri me dije se sot do të depozitohet në kuvend raporti i dal nga Këshilli i Mandateve për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Balluku. Ky dokument, sipas Bardhi, do të shërbejë si bazë për nisjen e procedurave formale në parlament për shqyrtimin e kërkesës së SPAK. Kërkimi i Belinda Ballukut është rrjedhoi i betejës së humbur personale të Edi Ramës në gjykatën kushtetuese. Gjithë jemi dëshmitar që për rreth 2 muaj e gjys 3 muaj Edi Rama tentoi të ishte zyra e avokatisë në mbrojtje të Belinda Ballukut. Pasi dështoi për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, sigurisht nuk i kishte mbetur asnjë rrugë tjetër përveç se shkarkimit saj nga detyra. Bardhi theksoi se grupi parlamentar i Partisë Demokratike paralajmëroi se ditën që kuvendi do të votojë për kërkesën e SPAK, PD-ja do të rrasë protestë përpara parlamentit. Dua edhe përmes kësaj konferencë për shtyp të njoftoj që ditën kur kuvendi do të shqyrtojë mandatin apo imunitetin e Belinda Ballukut, Partia Demokratike do të thrasë në protestë qytetarët përpara selisë së parlamentit. Që nga ai moment, nëse shkon skenari i refuzimit kërkesës prokurisë dhe shndërrimit kuvendit në një bunker kundër drejtësisë për të mbrojtur të korruptuarit, qytetarët do ta trajtojnë kuvendin e Shqipërisë si bunker ku janë strehuar të korruptuarit dhe që do duhet edhe të shëmbet. Vendimarrja e mëtejshme mbi heqjen e imunitetit të Ballukut do të zhvillohet gjatë seancave plenare, ku deputetët do të kenë mundësi të shqyrtojnë argumente dhe të vendosin për masën e mëtejshme, ndërkohë që SPAK vazhdon hetimet mbi çështjen penale që lidhen me ish-ministren.